Mbledhja Senatit Akademik të Universitetit Luiç Gurakuqi të Shkodrës këtë fund qershori u shoqërua me tone të ashpra dhe akuza të ndërsjellta mes rektorit Tonin Xhurej dhe pedagogut Gaspër Kokaj, ish dekan i Fakultetit të Drejtësisë. Shkaku bë fjala rektorit Xhurej ndërsa po fliste mbi zgjedhjet e fundit të pjesshme të zhvilluara në këtë institucion të arsimit të lartë ku përfshin disa fakultete, mes të cilave dhe ai i drejtësisë. Zgjedhjet e pjesshme janë zhvilluar 2 vite me vonesë, si që shikoni në kundërshtim të plot me rregulloren ekzistuese. Ndërsa zgjedhjet e pjesshme, tani nëse ju keni syt mball, se jeni edhe jurist dhe jeni zoti, jam jashtëzakonisht i kënaqur me zgjedhjet me rezultatin, sepse për herë të parë kemi instalu institucionin e zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë, një fakultet i cili notoj në palishmëri. Kjo gënjeshtë, ke pas zgjedhje edhe herë tjera, po ti nuk e njeh historikën e drejtësisë, edhe të Universitetit të Shkodrës. Ti se njeh fare, je out krejt. Media të lexojnë vitin 12 Po për çfarë me lexoj media? Lexoj etik kur ke pas kohën me zbatu. Ke pas detyrimin me zbatu me na 6 muajve. Kaq, se ke bë. Mos bën hipokrizi tash. Qase nuk kena një vit që nuk kundërshtojmë këtu. Mediat këtu vinë në mënyrë paligjshme, sepse duhet me vendim Senatit të marrë media. Një e dyta, Tonini ka sallën atje, zyrën atje. Këtu është salla e Senatit. Ti profesion Senatit. Mas mbledhjes Senatit mundesh me dalë me thonë çau vendos. Jo me diktu këtu se çaj me bë politik këtu, na këtu thjesht me vendimore. Mediat mund të komunikojnë me zotin Kokaj sepse është shkelës serial i ligjit dhe i rregullores. Ju keni qenë i falishëm gjithmonë, pra dhe unë jam shumë i nderuar që realizova zgjedhjet e pjesshme dhe riktheva lishmërinë të Fakultetit të Drejtësisë. Për herë parë realizova zgjedhjet e pjesshme dhe aty tani ka demokraci. Kush ka qenë i palishëm? Nuk i realizon ti, ka realizon ligji. Zgjedhjet e pjesshme dhe aty po jetu rrejt më të një, jetu rrejt. Zgjedhjet janë bëra dhe në vitin 2020. E ke gabim 6 martë në falë. Roland Dodani në 2016. A më rrejt. Shumë tash për shumë vite. Jo, qash shumë vite, më qash. Ku ka kërë shumë vite? Shef dhe parlamentit kam kredu të një, zvuj për karrierë më të një, ke gabim. Kam kredu shef dhe parlamentit kam vite. Kur i regjistru të një juridik, kam kredu shef dhe parlamentit. Më herët Xhurej u ndal edhe tek auditi i kontrollit të lartë të shtetit që ka gjetur devijime ligjore dhe probleme në përputhshmëri, për të cilat tha se në shtator do të merren masat përkatëse, pasi dëmi shkon në mbi 34 milion lekë të reja. Brenda muajit shtator, masat disiplinore do jenë konkrete dhe çdo lek, pra i shkuar dëm dhe i keq shfrytzuar nga zyrat përkatëse, nga drejtoritë, nga individët të cilët në raport i jepen me emër konkret, pa diskutim që do të mbahet përgjegjësi dhe ky lek do t'i kthehet, sepse kjo shumë do t'i kthehet institucionit Universitetit Luiç Gurakuqi, pasi janë taksat e qytetarëve shqiptar, pra taksa paguesve shqiptar, por veçanërisht atyre shkodran apo të zonave ku ne na vinë kryesisht studentët. Në zgjedhjet e pjesshme të mbajtura në Universitetin e Shkodrës në postin e dekanës së Fakultetit të Drejtësisë u zgjoll ish zëvendës rektoria Paulina Hoti.